إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Elusë Allahun që këtë mësim dhe këtë mëzhdis të bëjt begat, në japi dobi dhe përfitime me të dhe të në ngrej në grada dhe të në përmendi me engjëjt e lartë që gjenden të kaj. Në mësimin e kaluar morëm komentin e një hadithi të ri ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte strehim dhe mbrojtje Allahut pranë atë dua nga 7 gjëra. Dhe morëm disa prej tyre dhe vazhdojmë pra me komentin e këtij hadithi, inshallah taala. Ka thënë Ibnul Qayyimi, ky dietar i madh, Allahu mëshiroft, gjithashtu se njeriu është i nxitur ose i prirur që të kërkojë mbrojtje tek Allahu i lartësuar nga paaftësia dhe përtatësia, sepse paaftësia është mungesa e mundësisë për të ndërmarrë mjetet e dobishme, kurse përtatësia është mungesa e dëshirës për të kryer ato. Pra, mbani mend dallimin midis paaftësisë ose pamundësisë dhe përtatësisë. Thotë Ibn Qayyimi, i paaft është ai që nuk mundet, ndërsa përtatës është ai që nuk do. Dhe ai që nuk merr masa, edhe pse ka mundësi, ai e humbet rastin dhe i neglizhon interesat e tij, pra ja nënshkalon interesat e tij. Siç ka thënë poeti, nëse s'merr masa kur je i zelshëm dhe puna po vjen, do vuash i humbur kur shpinën t'i kthen. Edhe njerë, sa bukur ka thënë ky poet në këto vargje, thot, nëse nuk merr masa kur je i zelshëm dhe puna po vjen, do vuash i humbur kur shpinën ti kthen. Dhe për këtë ka thënë dikush prej selefëve se çështjet janë 2 llojesh. Njëra është që ka zgjidhje, atëherë mos u bëj i paaft. Edhe e dyta, një tjetër që nuk ka zgjidhje, atëherë mos u dëshpëro prej saj. Pra kish shpresë dhe besim tek Allahu subhanahu wa taala se do të ndihmoj, pra kërkoj atij që të zgjidhet kjo çështje dhe kjo pengesë. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kërkuar mbrojtje nga paaftësia dhe përtatësia, sepse ato e pengojnë njeriu nga përmbushja e detyrimeve që i takojnë, si dhe nga arritja e dobive për të. Po të shikonte njeriu gjendjen e njerëzve, do të shihte se dembelizmi i tyre në adhurim dhe në bindje ka si shkak paaftësinë dhe përtatësinë. Pra tham, sa njerëz e neglizhojnë namazin nga përtatësia, sa njerëz neglizhojnë agjërimin nga përtatësia, apo haxhin apo umrën, kërkimin e dijes, që është një adhurim kaq i dobishëm, pra nga përtatësia. Prandaj, sa shumë i nevojitet robi të kërkojë shpesh strehim te Allahu prej tyre, pra prej përtatësisë dhe dobësisë, sepse ato e pengojnë nga bindja, adhurimi dhe të gjitha mirësitë. Po ashtu, disa njerëz ngatërrojnë ndërmjet mbështetjes te Allahu, pra tawakkulit dhe paaftësisë. Dhe kjo është një ngatëresë e madhe. Për këtë Ibnul Qayyimi, Allahu mëshiroft, thotë, dallimi mes tawakkulit, pra mbështetjes totale tek Allahu, dhe paaftësisë është se tawakkuli është vepër e zemrës dhe robëri ndaj Allahut përmes mbështetjes tek ai, besimit tek ai, mbështetjes tek ai, dorëzimit ndaj tij dhe kënaqësisë me ato që ai cakton. Nga që robi e di se Allahu i mjafton dhe se zgjedhja e tij pra Allahut për robin është më e mira. Ndaj jemi urdhëruar që kur jemi në mëdyshje për një mesele të falim namazin e istikharës, pra astaghfirullah, i kërkoj Allahut më të mirën në këtë çështje. Kur jemi në mëdyshje, kur robi ja dorëzon të gjitha çështjet atij për Allahut,
duke i plotësuar shkaqet që janë urdhëruar dhe duke u përpjekur që t'i arrijë ato. Thuhet se një beduin hyri në xhaminë e pejgamberit sallallahu wasallam alaihi dhe la kafshën e tij të lirë dhe hyri që të falej. I tha pejgamberi sallam, lidhe kafshën, tha ju mbështet Allahut. I tha jo, lidhe kafshën, pastaj mbështeti Allahut. Pra bëhe sebebin, sepse devet dihet që janë kafshë kryeneçe dhe janë shumë të zgjuara. Në momentin që ndjejnë që janë të lira, të zgjidhura, atëre marrin vend. I dërguari Allahut alayhi salam, sallallahu wasallam alaihi, ishte më i miri atyre që mbështeten tek Allahu. Khairul mutawakkilin. Megjithatë, ai vishte pasmorën e tij në betejë dhe i dyfishoi mburojat në ditën e Uhudit dhe qëndroi 3 ditë i fshehur në shpellë ditën e Hijretit. Ku shkojmë tek mali që quhet Jebel al-Thawr, te mali i Thawr. Ai ishte i mbështetur tek Allahu duke bërë shkakun, jo në shkakun vet. Edhe një herë. Pra i mbështeti Allahu duke bërë shkakun, duke mbështetur tek shkaku vet. Ndërsa paaftësia është lënia e të dyjave, ose njërës prej tyre. Ose e lë shkakun duke justifikuar këtë si tevekuli i sufistave, dhe pash Allahu thotë Ibn Qayyim, kjo është paaftësi dhe neglizhencë. Ose merret me shkakun duke u mbështetur në të, duke harruar shkaktarin, el musabbib, që është Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse tërvjen ndërmend ai, zemra nuk lidhet me të plotësisht. Pra tevekuli mangët, porse i kanë bërë gjitha shkaqet, do kem sukses në këtë biznes, do kem sukses në këtë punë apo në këtë iniciativë. I kanë bërë gjitha shkaqet. S'ka shans. Jo, ti i bëre shkaqet, por se mbështeti Allahut dhe i kënaqur me atë që Allahu ka saktuar për ty. Në këtë rast tevekuli i tij është paaftësi dhe paaftësia e tij është mbështetje dhe tevekul. E treta, prej gjërave që pejgamberi sa ka kërkuar mbrojtje dhe strehim tek Allahu subhanahu wa taala është dhe kërkoi strehim tek ti nga frika. Domethënë, kërkoi strehim tek ti nga frika, që është el-jubn, e cila është e kundërta e guximit, që është burracak, që është frikacak i madh. Domethënë, ndjenja e frikës nga gjërat dhe tërheqja nga veprimi i tyre, që buron nga dobësia e zemrës dhe frika e tepruar. Kjo është nga cilësitë e qortueshme që nuk i takojnë dhe nuk i kanë hije një besimtar. Në disa hadithe, pejgamberi ke frika përmendet bashkë me kooperacinë, e cila është mos përmbushja e obligimeve fetare në pasuri, ose mos dhënia e asaj që është e tepërt, ose kur robi nuk jep asgjë fare. Kjo është prej cilësive të urryera dhe të qortueshme në shariatin tonë, të plot dhe të përsosur. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot në librin e tij në dështor, yes'alunaka madha yunfiqun qul al-'afu. Të pyesin ty o Muhammed, çfarë të shpenzojnë? Thuaju, tepritsen. Pra Islami nuk ka ardhur që të sprovoj njerëzit fort as të japësh gjithë pasurinë apo gjysmën apo treqerekun apo tepritsen. Ose thot i lartësuari, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Në Sunan al-Furqan, për cilësive të ibadur rahman, robët rahmanit, dërse janë ata që kur shpenzojnë, as nuk e teprojnë dhe as nuk janë koprac, por janë të mesëm mes këtyre të dyjave. As ta teprosh, ta lësh familjen pa bukë, pa ngrën, pa pirë, pa strehim, pra pa në rezervë të vogël, pa as të jesh çfarë koprat si hipokritët. Allahu i lartësuari ka cilësuar me kusala, domethënë janë koprat dhe kornac të mëdhenj. Dhe kur shpenzojnë çfarë? Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dhe nuk shpenzojnë verse dhe më thonë të detyruar dhe strëguar dhe urrejnë të gjë. Edhe kur japi në një gjë hipokrite çfarë, japi që thonë ja edhe ky dha. Domethënë që të ngrihet nga ai, domethënë dyshimi se është munafik dhe hipokrit. Pra kujdes nga kjo gjë. Ka thënë Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, frika dhe kooperacia janë shoqe të pandara, sepse flet për të kundërshtat e tyre, bamirësia gëzon zemrën, e zgjeron kreharorin
sjell begati dhe largon fatkeqësitë. Pra njerëzit e kanë provuar të në jetën e tyre. Kush është i rregullt në dhënien e zakatit të pasurisë, e di që ajo shkak për pastrimin e pasurisë dhe ruajtjen e pasurisë, dhe ruajtjen e gruas e fëmijëve e gjithë plashës. Dhe kundërta. Kush nuk është i rregullt në dhënien e zakatit, çfarë ka parë të kundërta të kësaj. Po ashtu kush jep sadaka, i ka provuar pra këto, çfarë gëzimin e zemrës, zgjerimin e kraharorit, begati, largimin e fatkeqësive. Wallahi Allahu subhanahu wa taala, siç ka ardhur në hadith, thot inma turzaquna thot li du'afaikum wa bi du'afaikum. Vërtet që ju furnizoni me dvobektit tuaj, me dobtit tuaj. Si të kuptojmë hadith? Domethënë që sa më shumë ju shpenzoni për ta, dhe ata luten për ju, dhe ata pra kënaqen që nga pjesa e pasurisë që Allah të ka dhënë ti dhe atyre, çfarë Allahu, çfarë u furnizon juve dhe u ruan juve. Nga ata të dobtit, nga ata të dobektit. Ne mos i harrojmë ata që bëjmë pjesë të zakatit tonë dhe sadakas son. Lënia e saj, pra e bamirësisë, shkakton breng, pikëllim dhe ngushtim, si dhe pengon arritjen e mirësive. Frika është lënia e bamirësisë me trup, kurse kooperacia është lënia e bamirësisë me pashuri. Më kujtoni inshallah në fund të mësimit të tregoj një histori të shkurtër që na përcjell Sheikh Abdulrazak Al-Bedr sa i përket bamirësisë kashi njerëzve do begët apo kafshëve në nevojë. Mbaroi fjala e Ibn Qayyimit. Ka thënë gjithashtu në një vend tjetër në librin e tij, ka thënë bamirësia që pritet nga robi është ose me pasurinë e tij ose me trupin e tij. Kooperacia e ndalon të mirën e pasurisë së vet, ndërsa frikacaku e ndalon të mirën e trupit vet. Ke fizik, ke trup, ndihmoj njerëzit me trupin tat, ndihmoj njerëzit me takatin tat, me fizikun tat. Pra ruaj nga padrejësitë dhe zullumet që u bëhen. I në ndim dhe në krah atij nevojtare dhe që bëhet padrejësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha unsur akhaka zaliman wa mazluman, ndihmoj vllajin tat, qoftë zullumçar, qoftë ky bëhet zullum, pra mazlum. I tha mirë atij që bëhet padrejësi, po zullumçari tha ndaloje nga bërja zullum. Qoftë që ta ka frenoje atë gjunaçarin, atë kriminalin, atë prishurin me trupin tat, me fizikun tat. Edhe prej të drejtave hakët muslimanit ka shi muslimanit në një transmetim që thotë wa idha stansaraka fansurhu, kur do të kërkoj çfarë ndihmë kundra dikujt që i bën dëm, ndihmoje. Nëse se ndihmon, pra i ke lënë një hak mangët, pra një të drejtë mangët. E katërta, prej gjërave që Pejgamberi sallallahu ka kërkuar strehim me mbrojtje në këtë hadith është në fjalën e tij wal haram. Dhe kërkoj strehim të tij nga pleqëria e thellë, do të thotë kërkoj mbrojtje tek ti o Allah nga pleqëria, që është ajo arritja e një moshe kur dobësohen shqisat dhe fuqit dhe çrregullohet mendja dhe kuptimi. Kjo është ajo që përmendet po ashtu në lutjen e tij kur thot wa a'udhu bika an nuradda ila ardhil al-umr. A bën shpesh të dua gjithashtu për jam thot kërkoj mbrojtje tek ti nga kthimi në moshën më të keqe, pra më të ulët të jetës, që është pleqëria e thellë. Ku njeriu çfarë lajthit, e lën jo vetëm shqisat, por e lë dhe mendja. Kjo është më e keqja. Ta të lej mendja, logjika, arsyeja. Ka thënë dietari i madh Shokeni, Allahu mëshiroft, sa i përket thjesht jetës së gjatë me shqisa të shëndosha dhe mendje të kthjellët, kjo është diçka për të cilën duhet të lutemi, sepse të qëndroj besimtari me shqisat e tij të shëndosha, të shëndetshme pra, duke përmbushur detyrimet dhe duke u shmangur nga haramet, sjell shpëtim, sjell problem dhe shtimin e të mirave, dhe shpëtim për të në të dyja botët. Një hadith tjetër thuhet se Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njeriu më i mirë, më i begat, është ai që jepet jetë e gjatë dhe që ka bërë vepra të mira, dhe njeriu më i keq është ai që jepet jetë e gjatë dhe ka bërë punë të këqija. Pra hadithin e përcjell Imam Ahmedi në musnedin e tij dhe ka saktuar Sheikh Al-Albani rahmetullahi alejhim. Dhe më e madhja që ndihmon njeriu në ruajtjen e shqisave
dhe të mendjes në pleqëri është kujdesi për bindjen ndaj Allahut dhe vazhdimësia në adhurime. Pra ruaj Allahun në rinin tënde, të ruaj kur të plakësh. Men shabbe ale shejn shabbe alej. Thot kush e kalon rinin në diçka, do të plaket në të. Prandaj për meseram, të riun që e kaloi rinin në adhurimin e Allahut, e ka vendosur tek ato 7 kategorit që do të jenë në hijen e arshit të Rahmanit, ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Pse? E kaloi rinin që mund binde në, domethënë, në teka, në joshje, në qefe, me radh, dhe të braktisë të adhurimin e Allahut, dhe bini kështu mund binde në immoralitet, mund binde në shumë gjëra të ulta, por se e ruajti rinin e tij për të adhuruar Allahun, shabu në shafitati lëthët. I riu dhët që është edukuar dhe rritur dhe ka kaluar rinin dhët në bindjen dhe adhurimin e Allahut. Allah në bëf prej tyre. Si thuhet në hadith të Sheikh Brazaku, ihfadhillaha yahfazk. Hadithi Ibn Abbasit që ka ardhur në Sunan e Tirmidhiut dhe në Musnedin e Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, thotë ruaj Allahun që ai të ruaj ty. Pra ruaj urdhërat e Allahut, ruaj shariatin e tij, ruaj obligimet e tia, ruaj kufit e tij, mos i te i kalo, që ai të ruaj ty në fen tënde, në dynjan tënde, në pasurinë tënde, edhe në shqisat e tua, edhe në fizikun tënd. Po ashtu, përmendja Allahut dhe leximi i librit të tij. Pra një prej gjërave që robi nëse çfarë i bën shumë dhikr Allahu subhanahu wa taala kur është i ri dhe lexon, pra si thot ky dietar i madh, shumë Kur'anin, çfarë të dyja këto bëhen shkak që Allahu të t'i ruaj ty shqisat, shikimin, dëgjimin, mendjen, këmbën, dorën, trupin. La ilaha illallah. Abdul Malik ibn Umayr, Allah më shëroft, ka thënë, njerëzit më të kthjellët, dëgjojni këto perla, dëgjojni. Njerëzit më të kthjellët nga mendja janë ata që lexojnë Kur'anin. Sigurisht leximi i Kur'anit e para si s'ka zbritur, dhe e dyta ta pasosh atë pra puna me të. Yatlun al-Quran haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Ata që recitojnë Kur'anin me recitim të vërtet merituar, kanë thënë që e pasojnë atë. Pra ato që lexon, përsjatesh, fillohesh, mediton dhe punon me të, pason atë. Edhe thjesht lexim për të bërë hatme pafund, e bëra dhe një hatme i 2, i 3, i 4, jo. Pra ta lexosh me meditim dhe të punosh me atë çka kërkohet në të. Ash-Sha'biu, Allah më shëroft, ka thënë, kush e lexon Kur'anin nuk i humbet mend në pleqëri. Pa nuk lajfitet kush plaget. Edhe një herë ka thënë Sha'biu, Allah më shëroft, kush e lexon Kur'anin nuk i humbet mend në pleqëri. Ndërsa gjëja e pesë, si pejgamberi sa më kërkon strehim tek Allahu në të, ose prej saj është fjala e tij që thotë wa a'udhu bika min adhabil qabr. Dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga dënimi i varrit. Pra njerëzit e Sunet dhe Xhamatit i çfarë besojnë tek dënimi i varrit. Në kundërshtim nga Mu'tazilet, nga Jahmijet e me radh, pra grupet të humbura, që çfarë thonë nuk ka në varr, thotë, as dënim, as shpërblim, as naim dhe as adhab. Thonë hape varri, thotë, gjithë trupat një lloj janë, thotë. Ku është ai që është ndëshkuar dhe ku është ai që është shpërblyer, edhe po shijon dhe po lumturohet. Sepse yuqaddimun al-aql ala an-naql. Japi përparësi për fat keq të tyre logjikës përpara teksteve. Pejgamberi selam kërkon të strehim nga dënimi dhe sprova e varrit. Domethënë që ka dënim varri, tu pohohet që ka dënim në varr. Dhe ka shpërblim në varr. Dënimi i varrit është i vërtet, thotë Sheikhu. Pejgamberi selam ka thënë: "Ayuha an-nas, ista'idhu billahi min 'adhab al-qabr, fa inna 'adhab al-qabr haqq." Ku janë këta Mu'tazila me këtë hadith? Thotë, o ju njerëz, kërkoni mbrojtje tek Allahu nga dënimi i varrit, sepse vërtet dënimi i varrit është hak, është i vërtet, siç është xheneti hak, zjarri hak, Allahu hak, Islami hak, la ilaha illallah.
njerëzit ndëshkohen në varret e tyre, përveç besimtarve dhe atyre që janë të bindur ndaj Allahut, Allah na bëf prej tyre. Dënimi në varr është për mohimin, kufrin, dhe ai është dënimi i përhershëm dhe i vazhdueshëm, siç thuhet në Kur'anin Fisnik, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna shadda al-'adhab. Të dietarët marrin mend këtë ajet Fisnik kaq të bukur, që në të ka argument që ka dënim në varr. Thot Allah lartësuar, thot zjarri do t'i ekspozohen ata në mëngjes e në mbrëmje. Pra në varret e tyre, dhe vjen fjala e tij ku thot, dhe ditën kur do ndodh kiameti u thuhet, futini pasuesit e faraonit në dënim edhe më të ashpër. Ose në një lexim tjetër, le të hyjnë pasuesit e faraonit në dënim edhe më të ashpër. Pra 2 herë në ditë i ekspozohen zjarrit në varret e tyre. Kjo në dynja. Dhe ditën llogarisë shadda al-adhab. Faraoni dhe pasuesit e tij. Për kufrin e tyre, për luftën që i bën Musa alayhis salam dhe popullit të tij, për mohimin dhe mosfalënderimin e Allahut për mirësitë e tij, për të gjitha krimet dhe mizoritë që ata bën. Edhe një herë, zjarri do të ekspozohen në mëngjes dhe në mbrëmje, pra në varret e tyre. Dhe vjen fjala Allah lartësuar ku thot, dhe ditën kur do të ndodh kiameti u thuhet, futini, ose le të hyjnë pasuesit e faraonit në dënim edhe më të ashpër. Keni në surën Ghafir, ajeti 46, lexoni tefsirin e komentit e dietarëve të Sunetit mbi këtë ajet. Ndërsa dënimi për mëkatarët, pra muslimanët gjunaqar, është një lloj tjetër. Edhe ai është sipas masës së gjunaheve të tyre. Si transmetohet në hadithin e Abdullah ibn Abbasit, radhiyallahu ta'ala anhuma, sa i ka thënë, dëgjoni të hadith. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان ومن يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Thot Ibn Abbasi, Allah që qoftë i kënaqur prej tij dhe prej tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë 2 varreve dhe tha: vërtet këta të 2 po ndërshkohen, dhe nuk po ndërshkohen për ndonjë gjë të madhe, pra në dukje. Sa i përket njëri prej tyre, ai nuk ruhej nga urina, në transmetim nuk pastrohej nga urina, nga ujë të hollë. Ishte neglizhent. Kurse tjetri i përgojonte njerëzit për hapte fjalë dhe fuste për çari dhe grindje mes tyre. Pastaj si çfarë mëshire, la ilaha illallah. Mori një deg hurme të njom, e ndau ato më dysh dhe vuri nga një degës në secilin, mbi secilin varr. I tha: "O dërguar Allahu, pse e bëre këtë?" Ai tha: "Shpresoj që të lehtësohet dënimi atyre derisa të thanë këto deg." Pra kanë qenë musliman gjunaqar. Edhe bëri këtë sigurisht me shpallje dhe urdhër për Allahut, e urtësi që ne nuk e dim, nga mëshira për këta 2. Pra shive, këto 2 gjunahe në dukje kaq të vockla, i pari nuk mbuloi nga urina. E bënde vende pa vende njerëzit e shifshin. Pra nuk mbuloi nga njerëzit, kishte turp, dhe turpi është për imanit. Kurse i dyti mbarte fjalë mes njerëzve, ata po ndëshkoheshin në varret e tyre vëllezër. La ilaha illallah. Pra i tha: "Shpresoj që të lehtësohet dënimi atyre derisa të thahen këto deg." Çështja e 6 që kërkon Said ibn Salam tek Allahu prej saj është: "Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa mamat." Ato që e bënte edhe në tashahudin e tij përpara selamit. Dhe kërkoi mbrojtje tek tij nga sprovat e jetës dhe të vdekjes. Ky është një kërkim mbrojtje nga sprovat e jetës dhe të vdekjes. Hafizi i madh i Islamit Ibn Daqiq al-Eid, Allah mëshiroft, ka thënë: sprova e jetës është ajo me të cilën sprovohet njeriu gjatë jetës së tij nga dynjaja, epshet dhe veprat e ignorancës. Më e rënda dhe më madhja e tyre, Allahu na ruaj,
është çështja e fundit të jetës, pra momenti i mbylljes së jetës tënde, se për mësa innamal a'malu bil khawatim, veprat varen nga ato të fundit, pasi jo ta mbyllësh jetën ti. Ndërsa sprova e vdekjes mund të nënkuptoj edhe sprovën që ndodh në çastin e vdekjes, e cila i atribuohet vdekjes për shkak të afërsisë me të. Thuhet se imam Ahmed ibn Hanbal, imami i Ahlus Sunnah dhe Xhamatit, ra në klapi, pra njerëzit menduan se ishte klapia e vdekjes. Dhe të koka nxënësat e tij, familjarët e tij thoshin: "O Ahmed, thuaj la ilaha illallah, thuaj la ilaha të shpëtosh." Ai thoshte akoma jo, akoma jo. Kur doli nga klapia e vdekjes, i than: "O imam, ne lexonim shahadetin, përkujtonim shahadetin, ti thoshe akoma jo, akoma jo." Tha, më prezantua mua shejtani mallkuar dhe më tha: "Më shpëtove o Ahmed." Unë i thosha akoma jo, akoma jo. La ilaha illallah. Pra shive ky imam i madh, derisa nuk ka parë me lekun e vdekjes që ka ardhur me ëngjëjt e mëshirës si ta marrë shpirtin e tij për në xhenet, nuk ishte i sigurt domethënë nga dënimi dhe nga zemrimi i Allahut, nga përfundimi i mirë. Prandaj thoshte akoma jo, akoma jo. Pra nuk u mburr dhe nuk u vetë kënaq me veprat e tija, ai kollos domethënë dhe imam i madh që ka sakrifikuar gjithë jetën e tij për Islamin dhe muslimanët. E ka lënë gjithë ato libra, gjithë ato nxënësa, gjithë ato këshilla dhe dobi, rahmetullahi alayhi, rahmetul wasi. Dhe sprova e jetës është ajo që ndodh gjatë jetës së njeriut dhe veprimit të tij në këtë botë, sepse ajo që i afrohet diçka i jepet gjykimi i saj. Pra gjendja e vdekjes i ngjan vdekjes dhe nuk llogaritet nga kjo botë. Dhe është e mundur që me këtë të jetë për qëllim sprova e varrit. Dhe nuk është përsëritje e fjalisë, pra kur thotë kërkoj mbrojtje tek ti nga dënimi i varrit, sepse dënimi vjen pas sprovës. Dhe shkaku nuk është i njëjtë me pasojën. Pra nuk thuhet se qëllimi është zhdukja e dënimit të varrit, sepse vetë sprova është diçka më e madhe dhe e rëndë. Prandaj kërkohet mbrojtje tek Allahu nga e keqja e saj. Pra robi kërkon Allahu çfarë mbrojtje dhe strehim, qoftë nga smundjet e fundit të jetës, apo të lajthisi, apo të devijojë, apo ta mbyllë robi me mosbindje, me kundërshtim dhe me gjunahe, që pasaj ato pasojat që vinë si shkak i gjunaheve tona në dynja. Ka thënë El Hafidh Ibn Hajar, Allahu mëshiroft, ka thënë sa i përket sprovës së jetës dhe vdekjes, Ibn Batali, ky është një dietar të mëdhenj, thotë ka qenë nga komentuesit e hershëm të Sahih al-Bukharit, që Ibn Battal, ka pasje libër ku ka komentuar Sahih al-Bukhariut, ka thënë: "Kjo është një fjalë që përfshin kuptime dhe domethënie të shumta, andaj duhet që njeriu të dëshirojë mbrojtje, pra të kërkojë dhe të dëshirojë mbrojtje nga Zoti i tij në të dyja këto, nga sprova e jetës dhe e vdekjes. Dhe shejtani thotë është më i kujdesshëm për ta devijuar birin e Ademit në kohën e vdekjes, sepse ajo është koha e nevojës vendimtare. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "El a'malu bi khawatimiha", veprat janë sipas përfundimit të tyre. Dhe armiku i Allahut, shejtani, është më i kujdesshëm që robit besimtar të Allahut të mos i përmbyllet jeta me i përfundim të mirë e të bukur. Ka thënë atë që sa u përmendëm, në përsëritje ka dobi, Abdullah i biri me Mahmedit, Allahu mëshiroft të dy ata, thotë: "Kur ju afrohet vdekja babait tim, ai filloi të thoshte jo ende, pra ende jo. I thash: "O baba im, çfarë është kjo?" Ai tha: "Iblisi, për shejtani është përballë meje. Duke kafshuar kistat dhe më thotë: O Ahmed, më shpëtove, o Ahmed, më shpëtove." E unë i them: jo ende, derisa të vdes." La ilaha illallah, Allahu mëshiroft. Allahu na ruaj të gjithëve prej tij, pra prej shejtanit të mëkuar. Dhe hadithi i radhës, marrim diçka prej tij, që mos ta zgjasim mësimin, është shpjegimi i hadithit: "O Allah, vërtet unë kërkoj mbrojtjen e tij nga përtatësia dhe pleqëria." Transmetojnë dy imamlar Buhariu dhe Muslimi në saktë të tyre, nga Aisha, nëna e besimtarëve, Allah që të kënaqë me të, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thoshte: "Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal-haram wal-ma'thami wal-maghram wa min fitnati al-qabr wa 'adhab al-qabr wa min fitnati an-nar wa 'adhab an-nar wa min sharri fitnati al-ghina wa a'udhu bika min fitnati al-faqr
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. Hadithi është pak I gjatë, prandaj inshallah u ta lëm komendin e tij për mësimin e ardhshëm. Po u japim diçka nga përkthimi I këtij hadithi. Pra, nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa an abiha, thot pejgamberi selam lutej dhe thoshte: "O Allah, vërtet u kërkoj mbrojtje te ti nga përtatësia dhe pleqëria, nga gjunahu dhe nga borxhi, nga sprova e varrit dhe dënimi I varrit, nga sprova e zjarrit dhe dënimi I zjarrit, nga e keqja dhe sprova e pasurisë, kërkoj mbrojtje tek ti nga sprova e varfërisë dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga sprova dhe e keqja e Mesihu Dejjal. O Allah, pastroj gabimet e mia me ujë bore dhe akulli, dhe pastroje zemrën time nga gabimet, ashtu siç e pastron rrobën e bardhë nga papastërtia, dhe largoj prej meje gabimet e mia, ashtu siç ka larguar lindjen nga perëndimi. Amin. E mbyllim me këtë dua pejgamberike dhe inshallah mësimin e ardhshëm do të marrim me lenin Allahut dhe mendim për dhe sukses prej tij komentin e kësaj lutje madhështore. Lusë Allahun na fali, na mëshiroj. Lusë Allahun t'i ruaj gratë dhe fëmijët tanë dhe t'i udhëzoj ata. Lusë Allahun prindërit tanë që janë gjallë t'i ruaj dhe t'i udhëzoj dhe t'i jap përfundim të mirë. Lusë Allahun t'i mëshiroj të vdekurit tanë dhe të gjallët tanë dhe ne bashkë me ta. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.